Emri i saj është përfolur shumë gjatë këtij rrugtimi të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, të konkurrentit Gjesti. Po flasim për Xheneta Fetahun, ku të dy bashk, për sa kohë ishin brenda shtëpisë së famshme në Kosovë, kanë pasur një lidhje me njëri tjetrin, ku nga ana e Gjestit ka pasur më shumë afrimitet. Por deklaratat e Xhenetës nuk mungojnë në asnjë moment, sidomos kur bëhet fjala për Gjestin. Sigurisht asaj u kërkuar dhe mendimi për fituesin e këtij edicioni të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. E pyetur se kë zgjedh mes Gjestit dhe Gertës, ajo nuk hezitoi të përgjigjej. Gerta tha ajo ku shihet se nuk dëshiron të japë përkraje ish të dashurit të saj dhe se është e bindur se ai nuk e meriton fitimin e këtij edicioni. Na duhet të rikujtojmë se Xheneta pati thënë se ka nisur një lidhje të re dhe se ka harruar Gjestin, por me këto deklarata nuk po duket e tillë. Lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.